Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në revistën televizive kundër lajmet më të rëndësishme do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama i përgjigjet pozitivisht ftesës të presidentit Trump për të qenë pjesë e bordit të paqes. Kreu qeverisë shqiptare shpreu gatishmërinë për të kontribuar në Gaza, duke konfirmuar aleancën e palëkundur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kushtet e vendosura për çeljen e negociatave duhen përmbushur brenda vitit 2027. Ministri Adhuka thekson se janë 12 nisma që duhen votuar në kuvend. Për ministrin Gogu, maggjoranca nuk duhet të presi daljen e opozitës nga paraliza. Gjyqtarët e qeveria përplasen në kushtetuese. Mbi 7 orë seancë shqyrtohet kërkesa për rritjen e pagave, reagon Rama. Farsë e shëmtuar, kushtetuesja të mos lejoj kurse si të kthehet në një turp kombëtar, deklaroi ai. Rusi shëba bisedime për Ballkanin. Kosova paralajmëron për ndikimin rus dhe rrezikun e destabilizimit në rajon. Nga Davos, kryeministri Albin Kurti paralajmëroi kërcënime nga Serbia, e cila ka 48 baza pranë kufirit. Presidenti francez akuza të forta Donald Trump për vendosjen e tarifave kundërshtarëve të planit për Groenlandën. Kërcënimi i presidentit amerikan është një nënshtrim i Europës, thot Macron. Ndalim mëngjesisht e lajmet, kryeministri Edi Rama ju përgjigj pozitivisht ftesës të presidentit amerikan Donald Trump për të bërë pjesë e bordit të paqes që do të punojë për ndërtimin e Gazës. Nëpërmjet një letre drejtuar presidentit amerikan, Rama shpreh se është një privilegj dhe një nder i tij dhe shpreh gatishmërinë për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme. Për 7 orë me radhë, gjykata kushtetuese ka shqyrtuar ankimimin e Unionit të Gjyqtarëve për rritjen e pagave. Gjyqtarët kërkojnë që me ndryshimet e pagave për administratën të rriten edhe rrogat e tyre. Ata kanë paditur qeverinë. Kjo lëvizje nuk është mirëpritur nga kryeministri Rama, që sot reagoi duke kërkuar kushtetueses të mos e pranojë këtë që e quan një skandal. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar këtë pasdite turin e foltoreve me demokratët në njësim numër 4. Ai tha se diktaturat zgjedhjet i kanë një farsë dhe se vota vdes para se të mbërrijë në kuti. Afro 150 milionë euro para të pashpenzuar nga institucionet nga buxheti i vitit të kaluar do të rishpërndahen këtë vit për skemën e pensioneve. Një fjalim në forumin ekonomik botror të Davosit, presidenti francez Macron kritikoi kërcënimet me tarifat të homologët amerikan, për të cilat tha se synonin të dobësonin dhe nështronin Europën dhe po përdoreshin si një mjet kundër sovranitetit territorial. Kuka si Tirana është premiera me të cilën ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve nisi vitin e ri artistik. Në këtë premier, tradita erdhi e gjallë interpretuar si një udhtim artistik, duke treguar se trashëgimia shpirtërore është jo vetëm një pasuri historike, por edhe frymëzim. Lara Kulturi e ka mbyllur në vendin e 20 etapën e Kupës së Botës në ski, kjo në Kron Plaz në slalomin special. Koha përfundimtare e Kulturit ishte 2:23:96, ndërsa fituese ishte austriakja Shaib. Me këtë lajmë në fund të revistës televizive për mbrëmjen e sotme, por qëndroni me ekranin RTSH pas pak emisioni Trialog, i ftuar do të jetë ish ministri i jashtëm Pascal Milo. Bashkë takojmë përsëri nesër.